Kam parë një video kohët e fundit në rrjetet sociale ku disa të rinj keq trajtojnë një qen mes rrugës me sende të forta. Tani çështja është se marrëdhënia me kafshët tek ne është pak e çuditshme. Dhe më vjen shumë keq për këtë gjë. Dhe për të dhënë shembullin e kundërt, shikojeni pak të video se mbase mësojmë diçka nga kjo. Besoj se mesazhi është krejt i qartë edhe është ajo shprehja shumë e bukur që sa më shumë njoh njerëzit, aq më shumë duk kafshët. Tani, shiko, kafshët, sidomos qent, janë ajo lloj kafshë që të do pa kushte dhe s'mundesh ti t'i keq trajtosh në asnjë lloj forme. Kështu që bëuni njerëz dhe dujini kafshët. Ose bëuni si kafshët më mirë se kështu njerëz s'po qesim gjën dritë.